Ministri i Bujqësisë edhe sot ka shmangur detyrimin për të folur rreth sigurisë së perimeve që shiten lirshëm në tregjet tona. Një takim me një biznesmen kosovar është përcjell sot nëpër media duke promovuar dhe qëllimin e këtij takimi, që ishte ngritja një pike të madhe magazinimit të produkteve e kryesisht të zonës së Lushnjës. Një biznes i ri sigurisht që është lajm i mirë për më tepër në këtë fushë, ku do të rregullonte zinxhirin e mbledhjes dhe shitjes së këtyre produkteve, duke u dhënë më shumë siguri edhe fermerëve për mundin e bërë. Por sot problemi është një tjetër. Çfarë po konsumojnë sot shqiptarët? A janë të sigurta domatet, kastravecat apo produktet e tjera? Në një kohë kur vetë një pjesë e mirë e fermerëve e pranojnë se përdorin kimikate të ndryshme mbi dozën e lejuar. Ngjyrosit përdoren 60 deri në 80 fishin e dozës që rekomandohet. Në një kohë kur vetë ministri njëherë deklaron se laboratori që kontrollon këto produkte punon, madje duke bërë edhe vetë performancat e rastit, e më pas thot që do të nisë shpejti nga puna. Këto analiza në të ardhmen do të bëhen pas një lloj problemi tek laboratori i Lushnjës. Në një kohë kur specialistë të fushës thonë që nga këto produkte rrezikohet vetë jeta e qytetarëve. Konsumi këtyre jep dhe një plagë para kohë të lëkurës dhe mbi gjitha jep kancer. Sigurisht që të gjitha këto fakte tregojnë se vetëm siguri për këto produkte nuk ka. Kur eksportues të produkteve nga fermat, kryesisht të myzeqes, deklarojnë se asnjë nga vendet ku ata eksportojnë produkte shqiptare nuk i merr përbazë analizat e kryera në Shqipëri, por janë të detyruar të nënshtrohen kontrolleve të tjera pa kaluar kufirin dhe të presin aty derisa përgjigjet e analizave të bëhen. Në çdo doganë, në dogana maqedonse, në Bullgari na kontrollojnë dhe bëjnë analizat aty. Siç e kanë ata atë procedurën e tyre. Pasi nuk janë të besueshme flet analizat që vinë që nga Shqipëria ata i bëjnë vetë. Dhe i bëjnë vetë aty. Për këtë arsye, prodhimet shqiptare tregtohen vetëm në disa nga vendet e rajonit, kryesisht në Maqedoni, Maltëzi e Kosovë, dhe për shkak të mungesës së kontrollit, hyrja e perimeve shqiptare në tregjet e mëdha të vendeve të Bashkimit Evropian është e bllokuar. Ata duan një certifikat tjetër nga një kompani ose nga një agronom që ta ketë ndjekur produktin që nga mbjellja edhe deri tek vile që bën për momentin. E kemi ne në Shqipëri? Për momentin jo. Këto janë shqetësimet reale dhe tepër të ngutshme për të zgjidhur, sigurisht së pari për konsumatorët, por edhe për vetë fermerët, pasi jo të gjithë abuzojnë, por pothuajse të gjithë po e pësojnë. Sigurisht që përmirësimi i situatës së kontrolleve dhe një cilësi e siguri më e madhe e produkteve të tokës do të rriste edhe nivelin e eksporteve. Një biznes i ri në fushën e bujqësisë është një lajm i mirë, por palën me një anë dhe lajmet e vjetra që flasin më tepër për probleme ende të pazgjidhura.